si një zë pa thëret, pra nga thyen shpirti ngrihet vet. Shpresa vjen si drita në din, Jezus Krisht, në ty gjej shpëtim. Shëndetimo të drita ministerde, Zotit e bekoft, paqja dhe gëzimi i Zotit me ty edhe në familjen tënde. O, mirë se vini motra dhe vëllezër të dashur, sot do të lexojmë fjalën e Zotit nga Zanafilla 33-34 kapitujt dhe nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 9. Le të dëgjojmë këtë fjalë ngadalë dhe me zemër të hapur, jo vetëm për të dëgjuar, por për të prekur dhe për të ndryshuar nga ajo. Amen. Bëjmë një lutje hapse. Randa mirë se erdhe motor Zotit bekoft. Një lutje hapse për leximin. Atë qellor, faleminderit për fjalën tënde që na udhëzon dhe na korrigjon. Hapi zemrat tona që të mësojmë nga shembujt e pajtimit, të shmangim rrugët e dhunës dhe të reflektojmë dëmshurinë e Krishtit. Fol sot në jetën tona, në emrin e Jezusit ne lutemi dhe themi Amen. Sot kemi për të lexuar nga Dhjata e vjetër, kemi për lexuar te libri Zanafillës, kapitullin 33 dhe 34, dhe nga Dhjata e re kemi të lexuar Ungjillin e Mateut, kapitullin 9. Hapim së bashku Biblat në kapitullin 33 të Zanafillës. Është libri i parë në Bibël, tham kapitulli 33. Pak nga pak çdo ditë po mbaron jemi nga mesi besoj. Zanafilla ka, shohim sa kapitulli ka Zanafilla, ka 50 dhe ne jemi pikërisht te kapitulli 33 bashk.
I havim Bibla të lexojmë së bashku. Bekime Alba, miser dhe motor, Zotit të bekoft. Jakobi pajtohet me Esau. Jakobi ngriti syt, vështroi dhe pa që po vinte Esau, që kishte me vete 400 burra. Atëherë ndau bitë e tij midis Leas, Rakelës dhe 2 shërbëse të tij. Në krye vuri shërbëset edhe bitë e tyre, pastaj Lean dhe bitë e saj dhe në fut Rakelën dhe Josefin. Ai vetë kaloi përpara tyre dhe u përkul deri në tokë, 7 herë derisa arriti pranë vllait të vet. Atëherë Esau vrapoi drejt tij, përqafoi odh në qafë dhe e puthi, dhe që të dy qanë. Përshëndetje motra Antigona, mirë se erdhe. Jemi duke lexuar nga Zanafilla, jemi te kapitulli 33, në vargun 5. Pastaj Esau ngriti syt, pa gratë e fëmijët dhe tha: "Kush janë këta me ty?" Jakobi u përgjigj: "Janë bitë që Perëndia pati mëshirë t'i japi shërbësit tënd." Atëherë u afruan shërbëset, ato dhe bitë e tyre dhe u përkulën. U afruan dhe Lea dhe bitë e saj dhe u përkulën, pastaj u afruan Josefi dhe Rakela dhe u përkulën dhe ata. Esau tha: "Çfarë ke ndërmend të bësh me tërë këtë grup që takova?" Jakobi u përgjigj: "Është për të gjetur hir në sytë e zotërisë tim." Atëherë Esau tha: "Kam mjaft për vete, o vlla im, mbaj për vete atë që është e jotja." Por Jakobi tha: "Jo të lutem, nëse kam gjetur hir në sytë e tu, prano dhuratën time nga dora ime, sepse kur pash fytyrën tënde për mua ishte njësoj sikur të shikoja fytyrën e Perëndisë, dhe ti më ke pritur mirë. Pranoj pra dhuratën që të është sjell, sepse Perëndia është treguar shumë i mirë me mua dhe unë kam gjithçka." Dhe nguli këmbaj shumë sa që Esau pranoi. Pastaj Esau tha: "Le të nisemi të fillojmë të ecim dhe unë do të shkoj përpara teje." Por Jakobi u përgjigj: "Zotria im e di që fëmijët janë në moshë të vogël dhe ka me vete dele dhe lopë shumështore, po t'i mbajmë keq qoftë edhe një ditë vetë me tërë kafshat kanë për të vdekur. Le të kaloj zotëria im përpara shërbëtorit të tij dhe unë do të ndjej ngadalë me hapin e kafshëve që të më para aprin dhe me hapin e fëmijëve derisa të arrite zotëria im në Seir." Atëherë Esau tha: "Më lejo të paktën të lë me ty disa njerëz që janë me mua." Por Jakobi u përgjigj: "Se ta bëjmë këtë? Mjafton që unë të gjej hir në sytë e zotërisë tim." Kështu po atë ditë Esau rikthye në rrugën e tij drejt Seirit. Jakobi fushon përballë qytetit të Sikemit. Jakobi u nis në drejtim të Sukothit, ndërtoi atje një shtëpi për vete dhe kasolli për baktin, pastaj ai vend u quajt Sukoth. Pastaj Jakobi, duke u kthyer nga Padam Arami, arriti shëndoshë mirë në qytetin e Sikemit, në vendin e Kananit, ku ngriti çadrat e tij përballë qytetit, dhe bleu nga bitë e Hamorit, ati Sikemit, për 100 copë paresh pjesën e fushës ku kishte ngritur çadrat e tij përballë qytetit. Pastaj aty ngriti një altar dhe e quajti El Elohei Izrael. Ky është kapitulli 33 i Zanafillës. Tani shohim së bashku vargun kyç të Zanafillës 33 për mbledhjen edhe mësimet që nxjerrim nga ky kapitull. Vargu kyç është vargu 4. Esau i doli përpara, përqafoi, i ra në qafë, e puthi dhe që të dy qanin. Përmbledhja e kapitullit 33, pajtim dhe hir. Jakobi përballet me vllain e tij Esau pas shumë vitesh ndarje dhe frike. Ajo që ai priste dhe ishte akmarrje shndërrohet në një pajtim. Zoti shkon përpara Jakobit dhe e zbut zemrën e Esaut. Pra ky kapitull na tregon se Perëndia mund të shërojë marrëdhënie të thyera. Amen, lavdi Zotit. Tre mësimet që nxjerrim nga kapitulli 33 i Zanafillës janë: së pari, Perëndia punon në zemrat e njerëzve përpara se ne të arrijmë. Së dyti, përulësia dhe besimi hapin derën e pajtimit. Dhe së treti, Perëndia, paqja është dhuratë e Zotit, jo vetëm rezultatet dhe përpjekjet njerëzore. Haleluja. Lavdi Zotit. Tani vazhdojmë në kapitullin 34 të Zanafillës, dinën e rëmben Sikemi.
Por Dina, vajza që Lea I kishte lindur Jakobit, doli për të parë bijat e vendit. Dhe si kemi biri I Hamorit Hiveut, princi I vendit, sa e pa e rrëmbeura në shtratmet dhe e dhunoi. Dhe shpirti I u lidh me Dinën të birin e Jakobit, ai I dashuroi vajzën dhe I foli zemrës së saj. Pastaj I tha të Atit Hamor, ma jep këtë vajzë për grua, por Jakobi dëgjoi që ai kishte shndërruar birin e tij Dina, por bitë e tij ishin nëpër fushat me bagtinë e tij dhe Jakobi heshti derisa u kthyen. Atëherë Hamori, ati Sikemit, shkoi te Jakobi për t'i folur. Sapo dëgjuan për atë që kishte ndodhur, bitë e Jakobit u kthyen nga fushat. Ata ishin të idhëruar dhe shumë të zëmëruar, sepse ai kishte kryer një veprim të turpshëm në Izrael, duke rënë në shtrat me të birin e Jakobit, gjë që nuk duhej bërë. Por Hamori u foli atyre duke thënë: shpirti I tim mbiri Sikem është lidhur me bijën tuaj, prandaj jepjani për grua. Të bëjmë kurshi bashk, na jepni bijat tuaja dhe merrni bijat tona. Kështu ju do të banoni me ne dhe vendi do të jetë në dispozicionin tuaj. Banoni në të, bëni tregti dhe blini prona. Pastaj Sikemi u tha të Atit dhe të vëllezërve të Dinës: bëni që unë të gjej hir në sytë tuaj dhe do t'ju jap çfarëdo që do të më kërkoni. Më caktoni madje një pajë të madhe dhe një dhuratë dhe unë do ta jap sa të kërkoni, por ma jepni vajzën për grua. Atëherë bitë e Jakobit ju përgjigjen Sikemit dhe Hamorit të Atit dhe u folën atyre me dredhi, sepse Sikemi kishte shndërruar motrën e tyre Dinën. Dhe u thanë atyre: nuk mund ta bëjmë këtë gjë, domethënë t'japim motrën tonë një njeriu të parrethprer, se kjo do të ishte një turp për ne. Vetëm me këtë kush do ta pranojmë kërkesën tuaj, domethënë po tjetë se bëheni si ne, duke rrethprer çdo mashkull nga ju. Atëherë ne do t'ju japim bijat tona dhe do të marrim bijat tuaja. Do të banojmë bashkë me ju dhe do të bëhemi një popull I vetëm. Por në qoftë se nuk doni të na dëgjoni dhe nuk dëshironi të rrethpriteni, ne do të marrim bijën tonë dhe do të ikim. Fjalët e tyre I pëlqyen Hamorit dhe Sikemit, birit të Hamorit. Dhe njeriu nuk vonoi ta kryej atë gjë, sepse e donte të birin e Jakobit dhe ishte njeriu më I nderuar në tërë shpinat e Atit. Hamori dhe Sikemi, biri I tij, erdhën në portat e qytetit të tyre, u folën njerëzve të qytetit të tyre duke thënë: këta njerëz dëshirojnë të jetojnë në paqe me ne. Le të rinë në vendin tonë dhe të merremi me tregti, sepse vendi është mjaft I madh edhe për ta. Ne do të marrim bijat e tyre për gra dhe do t'u japim bijat tona. Por këta njerëz do të pranojnë të banojnë me ne për të formuar një popull të vetëm, me të vetmi kush çdo mashkull te ne të rrethpritet ashtu si rrethpriten ata. Bagtia e tyre, pasuria e tyre dhe kafshët e tyre nuk do të bëhen ndofta një ditë tonat, le të pranojnë kërkesën e tyre dhe ato të banojnë bashkë me ne. Dhe të gjithë ata që dilin nga portat e qytetit dëgjuan fjalën e Hamorit të birit të tij Sikem, dhe çdo mashkull u rrethpre. Tërë ata dilin nga portat e qytetit. Por ndodhi që ditën e tretë, ndërsa ata vuanin, dy nga bijtë e Jakobit, Simeoni dhe Levi, vëllezër të Dinës, morën secili shpatën e vet, u vërsulën mbi qytetin që rrinte me siguri dhe vranë tërë meshkujt. Vranë me shpatë edhe Hamorin dhe birin e tij Sikem, pastaj morën Dinën nga shtëpia e Sikemit dhe ikën. Bijtë e Jakobit u vërsulën mbi të vrarë dhe plaçkitën qytetin, sepse motrën e tyre kishin shndërruar. Kështu ata marrën kopet me bagti timë dhe të trash, gomarët e tyre, gjithçka që ishte në qytet dhe tërë gjithçka që ishte nëpër fusha, dhe morën me vete si plaçk tërë pasurit e tyre, tërë fëmijët e tyre të vegjël, gratë e tyre dhe gjithçka që ndodhej në shtëpi. Atëherë Jakobi tha Simeonit dhe Levit: ju më keni futur në të lash duke më bërë të rryer nga banorët e vendit Hakananejm dhe Perezejm. Meqense ne jemi pakicë, ato do të grumbullojnë kundër meje dhe do të na sulmojnë. Dhe unë ashtu si shtëpia ime do të shfarosemi. Por ata ju përgjigjen: a duhet ta trajtonte ai motrën tonë si një prostitut? Ky ishte kapitulli 34 I Zanafilës. Do shohim së bashku vargun kyç të Zanafilës 34 dhe është vargu 30. Ju më keni futur në të lashe duke më bërë të rryer nga banorët e vendit. Përmbledhja e Zanafilës 34, pasojat e veprimeve pa perëndim. Ngjarja e rëndë me Dinën dhe reagimi I ashpër I Simeonit dhe Levit sjell dhunë, mashtrim dhe turp. Familja e Jakobit vepron pa u këshilluar me Perëndin dhe pasojat janë të rënda.
ky kapitull na paralajmëron se zemërimi dhe akmarrja sjellin shkatërrim. Tre mësimet nga Zanafilla 34 janë: së pari, veprimet pa drejtimin e Perëndisë sjellin pasoja të dhimbshme. Së dyti, zemërimi pa kontrolluar nuk sill drejtësi, por mëkat. Dhe së treti, drejtësia pa Perëndin kthehet në dhunë. Tani hapim libra tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 9, në Dhjetën e Re. Hapim së bashku librat në Dhjetën e Re, është libri i parë i Dhjetës së Re, Ungjilli sipas Mateut. Dhe jemi në kapitullin 9, paralitiku i Kapernaumit. Dhe ai pasi hipi në bark, kaloi në lumin tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Dhe ja ju paraqit një paralitik i shtrirë në vik, dhe Jezusi, kur pa besimin që kishin ata, i tha paralitikut: "Merr zemër o birë, mëkatet e tua të janë falur." Atëherë disa skrip thanë me vete: "Ky po blasfemon." Por Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: "Pse mendoni gjëra të mbrapshta në zemrat tuaja? Në fakt, ç'është më e lehtë të thuash, mëkatet e tua të janë falur, apo ço dhe ec? Tani që ta dini se Biri i Njeriut ka autoritet në tokë të falë mëkatet, qohu, i tha paralitikut, merr vikun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe u çua dhe shkoi në shtëpinë e vet. Turmat, kur e pan këtë, u çuditën dhe lavdëronin Perëndin që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Thirrja e Mateut. Pastaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burr që rrinte në dogan, i quajtur Matej, dhe i tha: "Ndiqmë." Dhe ai u çua dhe i ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi ul në tryezë, në shtëpi erdhën shumë të akramledhës dhe mëkatarë dhe ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. Farisejt, kur e pan këto, u thanë dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj ha bukë me të akramledhësit dhe mëkatarët?" Jezusi, mbasi dëgjoi, u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Tani shkoni dhe mësoni çdo të thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flijime, sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët." Mbi argjërimin. Atëherë ju afrua dishepujt e Gjonit dhe i thanë: "Pse ne dhe farisejt argjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk argjërojnë?" Dhe Jezusi u tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorë ndërsa dhëndrish midis tyre? Por do të vijë koha kur do të marrin dhëndrin dhe atëherë ata do të argjërojnë. Askush nuk vë një copë prej stofit të ri mbi një petkë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më e madhe. Dhe as nuk shtihet vera e re në kacek të vjetër, për ndryshe kacekët shpohen, vera derdhet dhe kacekët humbin, por shtihet vera e re në kacek të rinj, kështu që ruhen të dy." Gruaja me rrjedh gjaku, bija e Jairos. Ndërsa Jezusi u thokshte këto, ai ju afrua një nga krerët e sinagogës, ra përmbysur para tij dhe i tha: "Sapo më vdiq vajza, por eja vre dorë mbi të dhe ajo do të jetojë." Dhe Jezusi u ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e vet, dhe ja, një grua e cila ruante prej 12 vjetësh nga influks gjaku ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij, sepse thoshte me vete: "Po të prek vetëm rrobën e tij do të shërohem." Jezusi e pa dhe tha: "Merr zemër o bij, besimi yt të ka shëruar." Dhe në atë çast gruaja u shërua. Kur Jezusi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa filltarët dhe turmën që zhurmonte. U tha atyre: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por po fle." Dhe ata e përqeshnin. Pastaj kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri, e zuri përdore vajzën dhe ajo ngrit. Fama e kësaj u përhap në mbar atë vend. 2 të verbër dhe një memec i demonizuar shërohen.
Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, o biri i Davidit." Kur arritin në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni se unë mund të bëj këtë gjë?" Ata ju përgjigjën: "Po, Zot." Atëherë ai u apregu sy duke thënë: "U bëft sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt. Pastaj Jezusi urdhëroi rreptësisht duke thënë: "Ruhuni se mos e merr vesh njeri." Por ata sapo dolën e përhapën famën e tij në mbar atë vend. Dhe kur ata po dilnin, i paraqitën një burr me mec dhe të demonizuar, dhe mbasi e dëboi demonin, me meci foli dhe turmat u çuditën dhe thanë: "Nuk është parë kurrë një gjë e tillë në Izrael." Por farisejnë thoshin: "Ai dëbon demonët me ndihmën e princit të demonëve." E korra dhe punëtorët. Dhe Jezusi kalonte në për të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje, çdo lëngat në popull. Duke parë turmat, kishte dëmshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndar si delet pa bari. Atëherë ai u tha dishepujve të vet: "E korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të korrave të dërgojë punëtorë në të korrat e tij." Amen. Amen. Tani mbaruam së lexuari te Ungjilli i Mateut, kapitulli 9. Shohim së bashku vargun kyç të kapitulli 9 të Mateut, që është vargu 36, kur i pa turmat pati dëmshuri për to, sepse ishin të lodhura dhe të shpërndara si delet pa bari. Shohim përmbledhjen. Dëmshuria dhe fuqia shëruese e Jezusit. Jezusi fal mëkatet, shëron të sëmurët dhe thërret Mateun. Ai sheh turmat me sy dëmshurie dhe na zbulon zemrën e atit. Ky kapitull na tregon se Jezusi nuk shmanget nga dhimbja jon, por na afrohet me hir. Tre mësimet nga kapitulli 9 i Ungjillit të Mateut janë: së pari, Jezusi ka dëmshuri për të lodhurit dhe të plagosurit. Së dyti, ai ka autoritet për të falur dhe për të shëruar, dhe së treti, Zoti na thërret të jemi punëtor në arën e tij. Amen, lavdi Zotit. Haleluja. Tani e mbyllim me një lutje leximin, edhe pastaj shikojmë nëse ndonjë motër ose vlla ka lutje dhe ne lutemi së bashku për të. Amen. O Zot, faleminderit për fjalën tënde, o Perëndi i dashur. Faleminderit që është udhëzim dhe mësim për ne, Zot. Ndaj të lutem na mëso të ecim çdo ditë në paqe me njerëzit, të mos veprojmë nga zemërimi, por të jetojmë me zemër të butë dhe të bindur ndaj Teje. Na jep syt e Jezusit për të parë të tjerët dhe zemrën e Tij për t'i dashur. Ne lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen, amen, amen. Haleluja. Tani shohim së bashku nëse dikush ka një lutje. Motër Drita Muriqi kërkon një lutje për familjen time dhe për burrin të kthehet në besim, të kthehet prej familjes vet. Haleluja, Zot. Faleminderit Perëndi për këtë kohë, Zot. Faleminderit për privilegjin e të ardhur para afërnëtirit e të mëshirës, Perëndi i dashur. Dhe kjo motër e bekuar, Zot, kërkon, Zot, që familja saj tjetë e bekuar. Zot, ndaj ne të lutemi një zëri, Zot, bekoj familjen e motër Dritës, Zot. Bekoj burrin e saj, Perëndi, lutem që ta kthesh në besim, Zot. Lutem, Zot, që të marri përgjegjësitë e tija, Zot, për familjen e tij, o Zot. Lutem, Perëndi i dashur, që t'jetë një burrë, Zot, sipas zemrës tënde, Perëndi i dashur. Lutemi që
A I ta doj familjen e ti, o Zot, ashtu si që ti do kishën, Zot. Ndaj të lutem preke zemrën e ti, kthej në pendim, Zot, edhe bëj që të bëhet një burr, o Zot, I madh besimi Perëndi I dashur, ku ti do madhështohesh në jetën e ti. Në emrin e çmuar të Jezusit, ne lutemi së bashku dhe themi amen. Motor Almeida kërkon lutje për familjen e saj dhe për fëmijët. Okej, haleluja Zot, faleminderit Perëndi që ne mund të vim përpara fronit tënd, o Zot, edhe ti asnjëherë nuk lodhesh Perëndi. Ti je një Zot I madh, o Zot, edhe I pa anë dhe I pafund, o Zot, sa mendja jo nuk e koncepton dot, Zot. Dhe I ku je I plot fuqishëm I kudo ndodhur, Zot, ne sillim përpara teje Motor Almeidën, familjen e saj, Perëndi, fëmijët e saj, Zot, I lajmi qakun tënd, Zot, të rrasin bekimet e tua të panumërta të jenë mbi ta, Zot. Kthej, o Zot, nga rrugët e gabuara, o Zot, të kthej në rrugën tënde të dritës, Perëndi I dashur. Haleluja, Zot, ne I lajmi qakun tënd dhe shpallim burojën tënde, o Zot, nga çdo plan I kurthit ligut për ta, për jetën e tyre, për gjithë familjen e tyre, Perëndi I dashur, dhe shpallim që vetëm plani dhe vullneti jot I përsosur do bëhet në jetën e tyre, Zot, dhe shpallim zjarri I Shpirtit të Shenjtë buroj rreth rrethull tyre, o Zot. Edhe ne shpallim Zot që ata të përkasin ty, të duan ty, e duan fjalën tënde, e bëjnë pjesë të jetës tyre, o Zot, për uljen përpara teje, o Zot, dhe ti je Zoti që do t'i ngresh, o Zot, për shkak, Zot, sepse ata do për uljen tek ty, o Zot, edhe ty të përqejnë zemrat e përulura dhe të penduara, Zot. I dorëzojmë në duart e tua, Zot, edhe faleminderit Perëndi që ti je I mirë, edhe besnik, Zot, edhe ne do të dëgjojmë dëshmi, o Zot, për gjithë shka që të kemi lutur dhe të kemi dorëzuar. Në emrin e Jezusit lutem dhe them amen. Motor Mariana kërkon punë. O Perëndi dashur, faleminderit o Zot për çdo motor dhe vlla, o Zot, faleminderit Perëndi për çdo bekim që na ke dhënë jetën tonë, o Zot, ti na ke dhënë familje, o Zot, na ke dhënë ushqim, o Zot. Edhe faleminderit Zot që ti je Zoti që furnizon, Perëndi dashur. Ndaj të lutem o Zot për motor Marianën, Perëndi, lutem të hapësh një derë të bekuar, o Zot, ku motra jonë, o Zot, të pajiset me një punë të bekuar, Perëndi dashur, një punë, o Zot, me financa të bollshme, o Zot, një punë, Zot, ku do t'japi nderet edhe lavdi ty, Zot, ku do madhështoj emrin tënd, Perëndi dashur, ku do dëshmoj për ty, o Zot, dhe do krenohet për ty, Perëndi. Haleluja, Zot. Faleminderit Zot që asnjë gjë nuk I mungon motor Mariana, Zot, sepse ti je Zoti që siguron, Zot. Dhe asnjë gjë nuk do t'i mungojë, Zot, sepse ti do hapësh dyert e qiellit për të, Zot. Edhe ajo do t'japi ty lavdi, o Zot, dhe do japi dëshmi, o Zot, se si ti nuk e le, o Zot, por e ngrit e lartë, o Zot, për lavdinë e emrit tënd, Zot. Në emrin e Jezusit ne lutemi dhe themi amen, amen, amen. Haleluja. Besoj që këto të tre ishin lutjet. Po, këto janë. Okej. Nuk kam lutje. Tani unë po ju lutem dhe po ju bekoj të gjithë ju që jeni live dhe ata që do ta dëgjojnë më vonë live-in. Haleluja të dashur, faleminderit o Zot që unë I sjell përpara teje motrat dhe vëllezërit që janë live tani, Perëndi, në këtë moment, Zot, dhe ata që do të dëgjojnë të live më vonë, Perëndi. Lutem o Zot që ti të shërosh, o Zot, çdo plagë në marrëdhëniet e tyre të sillësh pajtim, Zot. Nëse ka zemërim, Perëndi dashur, ti sill paqe, Zot. Aty ku ka lodhje, o Zot, dhe barr, Perëndi, të lutem Zot I sill shërime dhe shpresë, Zot. Haleluja, 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 Perëndi dashur. Ju bekoj, Zot, ju bekov dhe ju ruajtët, Zot, I ndriçoft fytyrën e tij mbi ju, Zot, ju dhën paqe sot dhe përgjithmonë. Juve dhe familjarëve tuaj, në emrin e çmuar të Jezus Krishtit, ne lutemi së bashku dhe themi amen, amen, amen. Zoti ju mbusht me paqe, me gëzim, ju, familjet tuaja, lutem që të kaloni një mbrëmje shumë të gëzuar në prezencën e Zotit, mos hiqni dorë nga fjala e Perëndis, për çdo gjë që keni nevojë, aty ka një bollok të madh në fjalën e Zotit. Ka premtime të panumërta për gjithë secilin dhe Zoti ka për të gjithë.
Magazinat e Zotit janë plot, ne nuk do të heqim dorë së kërkuarin nga ai që ka krijuar gjithë botën dhe që furnizon gjithë njerëzimin me mirësinë e tij, me mëshirën e tij, me hirin e tij, me bujarinë e tij. Zoti ju mbush plot me bekime dhe ju ngritet nga lavdia në lavdi dhe madhështoft emrin e tij dhe lutemi që gjithmonë të kemi dëshmi se si Zoti ju është përgjigjur, se si e keni parë dorën e Zotit dhe se si ju ka bekuar. Ju përqafoj dhe ju bekoj, dëgjojmë sërish nesër duke lexuar fjalën e Zotit në vazhdim, bekime mbi ju.